Pa i pa tolla në llogari nuk po fillojnë punën. Edhe prej neve po na vjen shumë keq me kërku shumë punë prej tyre. Tolla nuk është pastruar nga punëtorët teknik që nga dita e martë e javës kalume. Do të thotë sot është dita e 5. Edhe pse ata e kishin marrë një përgjigje nga kompania që ju kanë mirë rimbursu sot disa tolla në kuadër të pagës, po pa i pa tolla në llogari nuk po fillojnë punën. Po ta kemi parasysh se kur flasim për pastërtinë e shkollës, do të thotë toaletet janë pastru vazhdimisht. Aty nuk ka pas grevë apo arsye për mos me u pastru, sepse sa herë që kanë grevë toaletet pastrohen. Vetëm pjesa tjetër e shkollës, mbeturinat në klasë, kështu. Ne si shkollë me organizuar mësuesit me edhe atë mbeturinat e mëdha që kemi pas i kemi largu. Shkolla ka nevojë për pastërti vazhdimisht. Kemi pas takime edhe me Këshillin e Prindërve, po gjithmonë edhe duke i mirë kuptuar edhe punëtor teknik, sepse edhe këta pa paga se tjetohet. Këta herën e kaluar, muajin e kaluar, e patën të njëjtin problem, po menjëherë ju rimbursuan tollat edhe fillon me punu. Prapë ju përsëritet e njëjta, kështu që edhe prej neve po na vjen shumë keq me kërku shumë punë prej tyre,